الرجال صناع الحياة أقمار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فالندريمي تكون الله سبحانه وتعالى Mëshira Allah të qomi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Kemi filluar në dersën e kaluar me rregullat shariatike me të cilat autori Allah subhanahu wa taala e pas mëshirua e fillon librin me 3 veprime ose 3 cilësi ose 3 gabime që i bojnë muslimanët, dhe kjo qënë me i bë dëm muslimanëve në vetët e tyre, qënë në atë që i bën dëm muslimanët në familjet e tyre, edhe i bën dëm muslimanëve në shtetin e tyre nëse ata kanë arrit me bë diçka për me gjykua si pas asaj që thëtë Allahu dhe asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ato janë gibeti, bartja e fjalëve dhe dyftërsia, munafikia, por munafikia e cila nuk e nxjerr njeriu prej feje. Sa i përket gibetit, në atë që e transmeton Imam Ahmedi, po ka transmetuar Imam Muslimi, Abu Davudi e të tjerë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sqaruar se me thonë për tjetrin mos prezencën e tij, atë që ai e ka është gibet. Me thonë në mos prezencën e tjetrit, atë që ai e ka, që ato që pëthu e ka, kjo është gibet. Po me thonë atë që se ka, është shpifje, është maron se sa gibeti. Ja Rasulullah, oj dërguri Allahut, po unë po thëmë atë që e ka ai, po atë që e ka ai që e të thonë është gibet. Se më konë që je qaq i interesum për mirësim, shkon një thu ati. Nuk shkon me marrë fjallën pe ati me përhap të tjerë. Pastaj e ke që arritet kur fjallët përhapën tek të tjerët, nuk përhapën sakt që ashtu që janë. Ato dhe më përhap sakt që ashtu që janë është gibet, është gjëna. Por kur i përhap knena, tash thotë edhe plot fjallë që s'in konë që ashtu heq, kja bat e përbashkët gibeti me shpifje. Dhe problemet, ose ka problemeve tek muslimanët edhe si individ, edhe si familje, edhe si shoqëri, edhe si shtet islam, këtu sillet. Këtu sillet për shkak se njerëzit e folën aty që s'ka pas nevojë me fol. Cila është logjika? Me shku me nguhet disa njerëz që ka po folin, pastaj me shkuhet të disa musliman tjerë me thonë, unë e kesh të ata thanë kështu. Ku e kanë mësua këta? Në librin e Allahut, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Jo. Vetëm në Allahun se në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë mësua, kanë lexuar të kundërtën. E kanë mësu edhe e kanë lexuar të kundërtën. Po pse pastaj shkoni e bëni ndryshe me atë që e keni mësuar? Pyetja e parë, pyetja e dytë, çka dëshironi? Kur një grupi muslimanëve u tregoni për një grup muslimanëve tjerë, çka dëshironi me mri me këtë? Ose kur një muslimani i tregon diçka për një musliman tjetër, çka je të dashur me mri, synimi i cili është? Përgjigjet janë 2, e treta nuk ekziston. 1 është më thonë veç, e tani këti i thonë budall. Pse këtë dal
në filan vend veç dola çështu pa lidhje. S'është mirë ky njeri. Pse pi bërë çto fjalë, pi atina, pi çon këtu. Për çka? Veç. Atëra ky ka elemente që është budall, nuk është mirë. Me thonë që e pata për hir të Allahut nuk mundet, për shkak se për hir të Allahut do dash me shku me thonë atij, nëse një musliman e ka një tëmet, ose një problem, ose një diçka që nuk është në përputhje tamam me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të sahabët ka qenë praktik ata me shkuet te ai me fol me te. Mi thon atina, jo më ardhën na thon neve, filoni po bëj kështu. Të shoh na thon neve se na si ato e bën. Ose ai të e bën nëse ka një veprim. Ose nëse ka thonë një fjalë atij do të më shku me thon pse e ke thon këtë fjalë. Jo, më ardhën na kallzuar neve se filoni kishte thënë çet fjalë. Sahabët kur kanë pa diçka te një prej shokëve të vet, kanë shkuar e kanë pyet. Bela në transmetime të shumta, sahabët më së pari e kanë pyet, a është e vërtetë aso që na erdh neve? E kanë pyet sahabiun. Pastaj nëse ai ka thonë është e vërtetë, i kanë thonë atëherë pse? Pse ka ndodhur kështu? Pastaj mos e ka shpjeguar, nëse se nuk ka dhënë argumente, shpjegim të mjaftueshëm, e kanë këshilluar mos bën kështu se këtë ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose mos fol kështu se këtë ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E këtë kanë bërë muslimanët e thjeshtë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në kohën e sahabëve, dhe kanë bërë halifet e muslimanëve. Përveç që kanë bërë njerëzit e thjeshtë, muslimanët mosa e gjërë e muslimanëve, qështu kanë punu edhe halifet. Po qysh mos me punu kështu se ata për që ato kanë pas khilafet, se kanë pas fe. E kur s'ka fe në shoqëri, s'ka khilafet, qish me pas? Çka i vyn khilafeti njerëzve të cilët janë munafikin? Çka të vyn? Kur gjë s'vyn hiç. Atyre që shpifin, atyre që bën gibet, atyre që bën këtë. Ata vetë me po se bën kur. Po dhe me po dikush, ata e prishin. Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, në atë që është transmetuar sakt, kur ka hyrë në hutbë duke qenë halife i muslimanëve, u ka thonë njerëzve në hutbë, çka mendoni ju? Unë si halife i muslimanëve, nëse vendosi me punue ndryshe me atë që ka thonë Allahu dhe atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mu paskon këta tonë, të kështë thonë, kështë ti ki drejt, për shkak se ka një farë arsye, kështë me kështë domën e dobine, ti i pare, ti e din çka bëhet, se këta e munafika, për qëta? O quhet dikush i fundit, ka në transmetim në fund, jo, sahabeve të parë, ka të safi parë, jo. Ai që u konë, në disa transmetime, ka qenë pastrusi i xhamisë, ka thonë, e kanë nxjerrë shpatën pyet e dera, ka thonë, me punu ndryshe, vina drejtojna me qëta. Atër ka thonë Omer ibn al-Khattabi, ju jeni popull që meritoni me pas khalifen e muslimanëve, meritoni punë me i drejtue, si pas asaj që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash në këtë pikë, sahabët kur ka pas ndonjë paqartësi ose ndonjë problem ose ndonjë diçka dikush me sahabëve që nuk ka qenë përputhje me fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë shku kanë fol me personin që ka problemin, jo me ka problemin me shpërndarën në popull. Jo me ka problemin me shpërndarë të musliman, pastaj me rritë edhe me fjalë tjera, të cilat nuk janë pjesë e atij problemi hiç. Saqë në sëndimin e Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu i ka shku lajmi Omer ibn al-Khattabit se dikush për njerëzve ka pi alkool. I ka shku lajmi Omer ibn al-Khattabit se dikush për njerëzve në Sham, një prej përgjegjësve të muslimanëve ka pi alkool. Përveç se ka pi alkool, edhe ka thonë është halal me pi bile, por një grup të caktuar të njerëzve, por një grup të cilët kanë bërë shumë vepra të mira, duke keq interpretuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala, nuk është gjëna për ata të cilët kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira, fi mataimu, në atë që ushqehen, idha taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu, nëse janë të devotshëm e kanë besu, nëse janë të devotshëm pastaj janë edhe të muhsinin, njerëz shumë të mirë.
Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu ka quhet dikon për musliman me thirat personin me prunë Medine. Kur e kanë prunë Medine i ka thonë, a është e vërtet se ti ke thonë kështu, edhe ti ke pi alkohol? Tash Zoti na rujt me bë me thonë dikush këtë fjalë, ai pa pas pi alkohol kur gjysa muslimanëve besojnë që ka pi alkohol. As nuk e këshyrin ka arë ky lajm. As nuk e këshyrin a është lajm i vërtet, as është lajm i vërtet, veç anite filoni ke pi alkohol, më nërë si çështje e kryme. Në dersën e kaluam përmendëm ngjarjen në të cilën Allah subhanahu wa taala thotë ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtarë, ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, nëse ju vjen një njeri i cili ka vërejtje, është fasik, ka gjëna të hapta, ja vjen një lajm, fatabayyanu, mos e merrni lajmin si të sakt. Fatabayyanu, po vërteton e lajmin. I vjen lajmi më në ardhuse ka transmetuar Imam Buhariu e Imam Muslimi. Pse s'nalesh me pa, a është e mundshme më kanë kjo? Një hoqë që e kënë dëgju me vite, edhe vjen lajme, thotë, kish bë kufër, ky mënyrë, a opa s'ka bë kufër. Ti e ki mend kryo, është aty si ky lajm start është kontradiktor, nuk është në rregull. Një vëlla musliman që e ke njohur që 20 vjet vjen dikush thotë, "Oj, ai ish hajduk." A kish vjedh, po ti Allah pa njefti ato qysh kaq let manipulohesh me një fjalë dikuj. Ose e akuzojnë diçka në moral, ose akuzojnë diçka, ose këta tjerë më njëherë besojnë. Dhe kjo është ajo për të cilës ka tërheq vërejtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos me u bë besimtar sigur sëngjer, sigur pamuk, që thith çdo lloj uji, ke i ndotën, ke i pastër, ke i fliq, që çdo e merr. Besimtari duhet me pas filtera, mos me marr gjithçka. Dhe shifni në ajet, thot Allah subhanahu wa taala, ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, in ja'akum fasiq, nëse vjen një njeri i cili është i prishun, binaba'in, ja ofsill ndonjë lajm, fatabayyanu, vërtetoni, që do të thonë mos i besoni. Ama në ajet nuk ka ardhur o ju fasika vetë, se ju vetini fasika kur e pranoni këtë si të mirëqen, çto problemi? Se ajeti ju ka drejtuar besimtarve. O besimtar, kur t'ja vjen dikush një lajm, vërtetone. Pse kur t'na vin neve lajmet i marrmi pa i vërtetu? Se problemi që s'jena besimtar që ata që atynve që ju ka drejtuar Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Allah na rujt, më na e pruat dikush në ilam kundër sahabëve, ka që e besojnë. Me pruat diçka një ngjarje që është ashiqare doket që se ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më njëre qështu. Allah, ai të ditë çka ki marrë, çfarë informate ki marrë, edhe çfarë informate ke shpërnda. Se sherri, zarari është ardhur këtu. Fjalët të cilat barten pe një veni me një vend. Ka njeri, shkon me qëllim me një vend, me nguhesh ka përfolin aty musliman, pana shkon të musliman tjerë, i thot keshun aty edhe ata thanë qështu. Kjo është mezhlisi poshtër në cilin ke shku ti për vetën tonë. Pse ke shku aty? Me nguhesh që thonë ata tani me shku te një grup tjetër. Tani këta grupi tjetër besojnë, tani ata rritën, faji nuk është pastaj vishte një. Faji është të ata të cilët bën gibet edhe shpifin, edhe ata të cilët ju besojnë atyre të cilët bën gibet edhe shpifin, të dytë janë fajtor. Të dytë janë fajtor se me pas në fuqinë e dur të imanit, si t'ja nis dikush me fol për një dikon tjetër, do të më thonë aty shka, a po nalesh, a po hec, ik me këtujt. Si t'nis me shpif tana, me thonë, herën tjetër mu mësajt e heq, se s'ki nevoj me artë të na. Kur i ka përshkru Allah subhanahu wa taala në librin e tij besimtar, kur i ka përshkru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij besimtar, thot Allahu in uridu illa al-islaha mastata'at. Pejgambert e ata që e morin këtë shembull thonë na dëshirojmë veç islah me ndreq punë. Ama punë me gibet nuk ndreqet. Punë me shpifje nuk rregullohen.
In uridu illa al-islah. Allahu në Kur'an e sjell atë që kanë thonë pejgamberët, dhe kështu duhet me qenë ata cilët i shkojnë mrapa pejgamberëve, ne dëshirojmë veç me rregullu islah, përmirësim. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, kur i ka përshkruar besimtarët e drejtë që vinë pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë janë ata të cilët përmirësojnë idha fasadat an-nas, kur tjerët bojnë shkatrim. Kur tjerët bojnë që si farë marrinash, ata mundohen apet në të mundësinë e vetë me bëha përmirësim. Për këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë që i bart fjalët e sakta, veç si është në formën e një postierit, e ka qytë gibet. Kështë ai më tha kështu, që kjo është gibet. Kur nuk bëhet gibet, kur të porosit ai. Shko, thuj filoni kështu. Kjo është amanet, porosi. Po ai s'ka porosit ty, ai kon të fol me ty, o vëlla, nuk u kon të fol me atjetrin. Me dash me shku me atjetrin, ai kish fol me atjetrin. Pse ti i merr këto fjalë pikë ujit i çon te ai? Pse? Ai nuk është i burgosur që s'mund me shku me ia thon atina çato fjalë. As nuk është që se ka mundësi me thirr në telefon me thon këto, këtë mundësi ti ka ai. Pse ti duhesh me shkuë me ngu fjalën e këtina e me quhet te ai? Edhe ata vish nëse çon sakt, është gibet. Nëse e çon të pasakt, pastaj bëhet gibet edhe shpifje. Çështja e tretë, domethënë çështja e parë ishte gibeti, bartja fjalëve, çështja e dytë ishte shpifja, me thonë atë që se kanë hiç. Edhe masonia thotë valla mu do që tha ashtu edhe kur se kur far përgjegjësi s'merse, s'ka kur far vlerë ky hiç. E bën fesad në fund, valla unë e menova që ashtu, po menova më zarari u bë i madh. Musa alayhi salatu wassalam, për shkak se në hadithe të shumta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam besimtarin e ka thujt besimtari duhet të qenë i mëshëm, i aft, syqil, larg pams, besimtar. Nuk duhet të qenë besimtar trullan. Ai benu Israili kohën e Musës alayhi salatu wassalam u kon të rrog me një Firaunit. Ka ardhur Musa alayhi salatu wassalam edhe e ka godit shuplakët Firaunit, mushrik. فوكزه عليه فقضى عليه فوكز لو موسى فقضى عليه ka ra Musa shuplak edhe ka vdek. A u kry tash. Dhe su po beti. Pahirje ka myt funit. Një mushrik. Ka shku Musa, ka shku edhe ky bën Israilin në punën e vet. Ditën e nesër me thot Allahu apet, ai i cili kon të urrok me ata, dje edhe sot. Tash Musa alayhi sallam ka ardhur me thon këtina o ti djalti për të punguar me njerëz. Se nëse është dikush, këtë rregull e kanë nxjerr pastaj komentatorët e Kuranit, nëse është dikush për muslimanëve që i del problem me secilin, që ky individi ka fajë, duke kanë këta kret se këta s'është e mundshme këtë më kanë fajtuar, se veç ty po del problem me secilin. Kush është i përzim që shpifje? Filonin, që tjetrën filonin, që gjithmonë i njëjti person. Allah nuk janë të pas faj këtë bota, o të pas faj që ky personi. Dhe Musa alayhi sallam ka thonë ti në shkajtë po kështu, ti kokshe nguca keq, o Musa, atëridën të këtulleni kema qatelte nefsen bilems, a do me myt mua, që shë myt ato, dja? Po ti ija që e shpionon pejgamberin e Allahut. Jo se dita, po se dita se e trollan tash kush ka faj. Se s'kije iman në zemër, as s'kije men në kry. Në publik o Musa, ti do me myt mua tash që myt ata proma, a do në një zmadhus me një pak ma talena, ma larg. Shkaku i që sa e fjallet të këti personi, Musa alayhi sallam o dasht me ik prej venit vet 10 vjet. 8 vjet ose 10 vjet, sigur vjen pastaj marrëveshja që e bën me atë personin që një pjesë e madhe komentatorëve mendojnë se edhe ky ka qenë pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala. Thoni munafiki e bën dikush që është pjesë në shikim parë, pjesë e muslimanëve. Edhe 8 vjet do të më përzon pejgamberin e Allahut pjatë veni për shkak problemit që e bën ky. Edhe jo Allahu nuk e po ata bash qëllim që ashtu po se më kon të fol për djalin e vet thot që ashtu. Më kon të fol për veten e vet nuk thot që ashtu.
me ditë që e ka rreziku ato edhe dikon për njerëzve të tij nuk fol kështu. Ama i ka musliman, hajde se s'është problem. Çështja e tretë është çështja e dyftërsisë, çështja e nifakut. Por dyftërsia, munafikia e cila nuk nxjerr prej feje. Për shkak se nifaku ndahet në dy lloje, nifaku i madh dhe nifaku i vogël. Nifaku i madh është nifaku me zemër, nifaku i vogël është nifaku me vepra. Nifaku i madh me zemër qet prej feje. Nifaku i vogël me vepra nuk qet prej feje. Mbetet njeriu musliman dhe për këtë jemi të fol na musliman, po musliman me zarar, musliman me sherr. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Arba man kunna fi kana munafiqa." Kushdo që i ka 4 cilësi është munafik. Nëse e ka një prej tyre e ka një pjesë të munafikisë derisa ta largon çat cilësi që e ka. E para edhe tu min e khan, kur ti besosh tradhton. Kur ti besosh tradhton. Kur ti besosh diçka tradhton. Dhe kjo është prej veprave më të vogla deri te veprat më të mëdha. 20 euro më ia dhon bash, thot afatin me çikaç edhe tradhton s'ta. Kjo është cilësi e munafikut. Edhe tu min e khan, kur i beson ti tradhton. Në fjalë thua këshire vëlla që do po ta them ty mos e thë kërkuj. Da, ma pse kom i thon për izat Zotit çu fal. Edhe shpërndaje sa më shumë. Kjo është cilësia e munafikut. O edha haddatha kadhab, kur fol rren. Cilësia e rronë e munafikut rren, kur të fol rren. Dhe rrena pastaj është dy lloj. Jo të rrena në fe, në Kur'an dhe në hadith, për shkak se ajo është tjetër, po për ka rrena e në aspektin shoqëror, është dikush e rren ngjarjen pe fillimit. Kesh në Prishtinë pa u kon hiç, tani thot aty një namë në vend, e bën kështu, ai hiç sekond. Fon e kry rren. Dhe këtë lloj rrene e bojnë pak njerëz, se është e lehtë mos zbuluar. Rrena, lloji i dytë i rrenave është tregimi i vërtet, ama ky pak për më dal pak më interesant ana e heshon. Kontu shtruj ka quhet 60 kg dhe thot 160. A ti tash ti nuk mundesh me thonë që ky hiç ka quhet, se ky diçka ka lëviz, se o kon aty, ama tash për më kallzu pak si diçka adin i ka grona është 120 aty 260 thot. Këshire vëllaç kjo është rren. Se nuk është çështu që po thuaj. Na pimormi dashëm këtë thjesht, po kjo vlen për të gjitha çështjet. Kur të fol i dha haddatha kadhab, kur fol të rren, ose rren e shpif komplet ngjarjen, ose rren mrena ngjarjes duke pas diçka të vërtetë. I dha tu min e khan, kur ti besosh tradhton. Kur ti anis me fol rren. U idha ahad ghadar, kur premton vet premton sema. Që ato që vetë ka thonë, kur si ka thonë me premtue, se njerëzit janë të lirë derisa nuk e ngarkojnë veten e tyre. Kur e ngarkojnë veten e tyre, nuk je i lirë mos e ti, vetë ke ngarkuar, ke bë premtim, vetë ke thonë. Që të punë kam me kry. Kur të thush, dush me kry, se e ki farz me kry mo, se ke thonë njerëzve, unë kam me krye. Këto kam me shkue, këtë kam me pagua, atë kam me kthye, çdo gjë që e premton, ua thue njerëzve, ose e premton Allahu subhanahu wa taala në varet për llojit premtimit që ke bë. Ki me dhon llogari, se është e ke bë obligim për veten tonë. Kur premton mashtron, se premtimi në fillim nuk e ki obligim, po ti vetë e bën obligim. Nëse ma jep Allahu këtë, unë e ku me bë këtë, për shembull. Tash Allahu ta jep ato, ti e ke ngarku veten vet, ti dush me bësh ato që ke premtu. Ty Allah ta kish dhënë premtove s'premtove ti, se ti s'e merr pi Allahut me premtim se ki bë mashtrim Allahut. Pse përshtin veten në borxh pa pas nevojë, se kjo është borxh. Thuaj njerëzve, nëse mundem kam me kry këtë obligim, këtë punë, këto, nëse mundem. Edhe kjo metet mrena mundësisë, nëse se kryen kur gjë, s'pata mundësi me kry realisht. Ama kur të thush duhet me krye, kam me krye, duhet me kry. O edhe khaseme fajr, edhe kur nervozohet, kur idhnohet, shpërthen, trenohet krejt.
kur idhnohet për te asaj që është e lejume. Idhrimin e Islam komentatorët në komentimin e këtij hadithi kur idhnohet e tepron, ka thonë kur idhnohet në hakmarrje pastaj e tepron. Njëri e ka shoh një herë, ky tash kur do me akthye 78 herë. A ka shoh nonën ky 400 milion nona thot. A dhe tash shumë se të paktën më kon bilen një me një. Ama një me 700, kjo është teprim. Ose nëse ka godit ai një herë, një besimtar, tash kjo shkon ja thën durt. Kjo është i idhnue e ka tepruar. Ose çfarë do? Problemi që ka pas në idhnimin e madh nuk e ka dhënë gjykimin sipas asaj që jep shariati. Ky është besimtari. Ai që ka munafiki e tepron. Kjo është njëri për komenteve. Komenti i dytë që kanë dhënë komentatorët e hadithit, kur idhnohet e tepron për gjona të vogla, idhnohet sigur me pas prish qabra, ku më ditë çka më pas bë. Allah pa ka dalë se a din pak ti kum shkel kundër ti kum me llaç. Jo, hiç. Po kiameti u bë, ku më ditë çka ke boti. Thon idhnohet për një veprim për të cilin na shte ka pas drejt mu idhnuar deri me një mos, ama nuk ka drejt mu idhnuar çaq në çat sa mos më fol ma muslimanëve. Këto cilësi janë të munafikëve. Prej cilësive të munafikëve, ajo që transmetohet nga Hudhaifa radhiyallahu anhu, thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hudhaifa, kur e kemi ndëgjuar disa fjalë, kena besuar se personi që më thotë çdo fjalë është munafik. Këtë hadith e transmeton Imam Mahmedi Musnad. Hudhaifa radhiyallahu anhu, sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot tabiinve, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do fjalë kur i kemi nitu i fol njerëzit, e kena llogarit se ky është munafik. Cilat janë ato fjalë? Disa prej tyre. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej njerëzve nuk ka shkuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam betejë. Dhe masi që është kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ai personi ka qenë të ardhur ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse pejgamberi alaihi wasallam duke qenë me sahabe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma thirr filonin në të na kallzon pse nuk u ardh me neve. Një prej njerëzve që u kon të nejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, oj dërguari i Allahut, po ky na shte ka pas në arsye, na shte ka pas to. Omer ibn Khattabi u çu ka thënë çtina ti je munafik. Çtina, jo atje. Shka po them ty ka shumë me mbrojt ata. Dëgjoni një person për cilit dëshiron sqarim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Personi tjetër veç se flet pak në mbrojtje të atij, në arsyetim, jo në mbrojtje. Në arsyetim të atij personit, Omer ibn al-Khattabi, ja Rasulullah, lejon t'ja kputi kokën këtij munafiku. Po tash aty sa ju vjen të munafikëve tujt, por mushrikin flak qesin. Tu i thonë zërë mi mbrojt. Që vëllohi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më konë nuk e mbrojnë qashtu. Se kur e ofendojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po të njëjtit thonë e drejta shprehjes. Kur folet për ata që janë mushrikin, thotë jo, me mish e me shpyrt të e mbrojt atë. Ngjarja Hudhaifa radhiyallahu anhu i thot tabiinëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka fol dikush ndonjë fjalë, ne kemi llogarit se çka që e fol këtë fjalë është munafik. Kurse sot thot Hudhaifa që ne ta me juve e nita të njëjtën fjalë 10 herë më tepër të e thonë ju. Tabiinëve. Dëgjoni, Hudhaifa radhiyallahu anhu, i thot tabiinëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e kemi një fjalë të veçantë që ka thonë dikush, ne kemi besuar se çka që e thot këtë fjalë është munafik, se mos më kon munafik se kishton këtë fjalë.
Thot qatë fjallë që kemi llogarit në atë kohë, e nita, veç sa neta me juve që tu më shumë se sa 10 herë. La hawla wala quwwata illa billah. Me pru Hudhaifën radiallahu anhu me net me neve. Çka bëhet? Me një ajë që shfolmi na. Çka bëjmë? Na që thot Hudhaifë radiallahu anhu? Në një transmetim të cilin e nxjerr Imam Tirmidhiu, por me kuptim të ati hadithi ka ardhur edhe Imam Bukhariu në Sahih, edhe Imam Muslimi në Sahihun e tij. Allah subhanahu wa taala e pas mëshiruar të gjithë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman rijal. Para se me ardh dita e Kiametit kanë më kon disa burra që e fitojnë dynjon nëpërmjet dinit. Me fe synojnë me arrit dynjon. Dhe kjo është gabim. Se me fe du të me arrit ahiretin, dynjon du të me arrit të punu. Këto du të me do. Nëse do me arrit për çështjeve të dynjos, bëni punë të dynjos me cilat arrihet dynjoja, fitimi, dynjoja është për qëllim pasuria. Nëse do më mri në ahiret, bëni punë e fesë, që shtu du të më nda. Nëse do më shku në xhennet, du të me lezu Kur'an, më fal namaz, më agjëru, më bë haxh, më dhon sadaka, më kujdes për ata që kanë nevojë, më kujdes të këto vepra të cilat çojnë në xhennet. Por me fituan këtë dynjo, dush me punu, ose me bë tregti, ose me pas shkollë me mësu tjertë, ose me bë punë fizike, ose nëse do me punu me fitua edhe haram, apet është më lehtë me fitua haram se sa me fitua me fe. Ama më falë e tana me li pare është problem. Me bon davet për me fitua dynjon, pozit, pare është problem. Kretë çka janë çështjet e fesë, duhet me i punu me njetin për me mri ahiretin. Çështjet e dynjos janë për me fitu dynjon. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë me ardhur para Kiametit disa burra të cilët nëpërmjet fesë dojnë me arrit dynjon. Gjuhët e tyre, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahla min al-asal. Ka të folin, flasin më amël se sa mjalta. Wa qulubuhum qulubu dhiab. Zemrat i kanë të dhelpnave. Zemrat i kanë të zagarve. Ka fol, bau, në mrena zi. Pse kështu? Se kjo është të dash me fitue dynjon nëpërmjet fesë. Kur don me fitue dynjon nëpërmjet fesë, atëherë ka me zbukurue paraqitjen e fesë. Ka me zbukurue atë që fol. Ka me zbukurue atë me çka ju paraqitet njerëzve. Ama nuk e ndreq atë që është në mrena. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ka thënë innamal a'malu binniyat, veprat shkojnë sipas niyeteve, kurse niyetet janë në mrena kështu, këtu badihava fol, këtu nëse në mrena në zemër nuk është e rregullt, nuk është mirë. Flasin amël, por në zemrat e tyre është i mshefun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka prue në hadith zemrën e ujkut. Për shkak se ujku është i njohur për me të marr. Ai që i ruan delet kafsh çka do, e din. Çka bën ujku derisa ta merr tyje atë që do me marr për veti. Edhe ti mos me vret hiç, mos me pa që ta ka marr hiç. Këto ka prun shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur fol mirë, ti të besu që kjo është, mashallah, që po fol ka, kënena janë të shkue delet ka një.
ashtu ti marr kafshë kanjo, me shka ti merr ky kafshë? Ta merr me paraqitjen islame. Se më na kallëzuan në fillim, qëra unë jam një farlloj munafiku, ta shfoli çka foli, po ju mos ngani mua, ta se ngon kërkush. Por fjalët e tij janë fjalët e fesë, veprat e tij nuk janë veprat e fesë, qëllimi i tij nuk është qëllimi i fesë, por është qëllimi i arritjes së çështjeve të kësaj dynjaje. Prej shenjave, cilësive të atyre të cilët kanë munafiki në zemrat e tyre, por që nuk i shfaqen me gjuhët e tyre, ka ardhur një transmetim të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Imam Ahmedi në Musnad, një herë prej herave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u betua diçka. Ka thonë pasha Allahun. Kurse një person ka thonë wallahi ma arada Muhammedun bi hadha wajh Allah. Nuk u betua Muhamedi bashkë për izat Zotit. Shifni. Ku pëdive ti që kjo nuk u betua li wajhillah për hir të Allahut. Pejgamberi Allah subhanahu wa taala u betu për një çështje diçka pasha Allahun. Ai thot nuk ke bash. Unë që shëvlerësova se ky shumë i dishëm nuk ke bash për hir të Allahut. Tha transmetuesi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzit kur i shkoi ky lajm çaq shumë. Pastaj tha Allahu subhanahu wa taala e pas mëshirua Musën alayhi salatu wasalam se edhe për ata kanë pas shpif që shto më shumë se sa për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për përçarjen e ummetit në 73 grupe, ka thonë keni me shkuar mas atynve që kanë qenë para juve plom, pa qenë shpif ata për pejgamberët e tynve edhe ju për t'juvin. Pa qenë shpif ata për shokët e pejgamberëve edhe ju për shokët e pejgamberit juv, pa qenë shpif ata për dietarët e vet edhe ju për t'juft, pa qenë shpif ata për njerëzit e mirë vet edhe ju për t'juft, se çat udh keni me shkuar. Allah e pas mëshirua thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Musën, i cili çështu mi kanë thonë ata lloj shpifje, por ka bë durim dhe me atë ka më u takuar një ditë me Allah subhanahu wa taala dhe për atë ka më marrë shpërblim, por se kanë më marrë durim ata të cilët kanë folë atë e cila nuk ka dashur me fol. Dhe në përfundim në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thonë sahabëve mas shumti që i qenë njerëzit në xhenem është gjuha. Përgato ruje. Pse shkon në xhenem? Pse ke hongër as Medina? Por që të shkon? Ke fol vet. Nëse gjeni shpërblim, thot Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falënderoni Allahun, nëse ju godet dënimi, mos ja lëni fajin kërkuna se vet e keni pas fajet. Gjuhën Allah subhanahu wa taala ka lënë në drejtimin ton. Në një sqarim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose komentatorët e hadithit shpjegojnë se Allah subhanahu wa taala njerëzve u ka dhënë një gjuhë, kurse ja u ka lënë dy buzë të cilat e mshelin gjuhën. Po mi pas ta dy gjuhë veç një buzë. Dy buzë janë me nol, me mshel, se me mshel këto me të dyat edhe me dash me rrejtë së në rrejtë. E me dosh me bo gibet së në bon, e me dosh me bo munafiki së në bon. Dy i ka dhënë Allahu për me mshel, një që ato së në mshelim. Ta në shkon gjenem, po shkon gjenem për shkak të asaj që e ke full me gjuhën tone, në lusim Allah subhanahu wa taala që të na përmirësoj në gjuhët e tona, në zemrat e tona, në folurit e tona, njetet e tona, që ahiretin ta synojmë me veprat e ahiretit, dynjon na jep Allahu nëpërmjet veprave me të cilat mirët dunjoja halal. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.